është e hidhur me thënë, po opozita I shërben me veprimet e veta më së shumti Ramës. Është ajo që shpesh quhet në mënyrë metaforike idioti I dobishëm, I Yusufllidit, që duke bërë veprime që në pamje të parë duken si veprime të rrepta morale, I shërben në panoramën e përgjithshme e pushtetit. Pse e them të gjë? Sepse nëse nga njëra anë opozita ngre zërin kundër qeverisë, por shan edhe spakun. Pra nuk mban anë. Sulmon të dyja krahët. Opozita nuk mban anë as aspektin moral. Pra arma kryesore e një opozite do të ishte epërsia morale. Kjo armë nuk funksionon të rast. Se në luftën midis spakut ose drejtësisë, po themi spakut si një institucion drejtësie I mbajtur me dializë nga partnerët ndërkombëtar, se institucionet e drejtësisë janë të kapura. Dhe qeverisë, pra ligjit dhe pushtetit, opozita jo vetëm që është neutral, jo vetëm që duhet të ishte aleate me spakun, por është institucioni më I zëshëm kundër spakut. Pra nëse ka shërbëtor më të madh të retorikës Ramës kundër drejtësisë, reformës drejtësisë dhe institucionet që neve ne kanë sjell peshqesh me ndim të madhe partnerët ndërkombëtar dhe atyre pak emrave të ndershëm, kurajoz, patriot që vazhdojnë dhe qëndrojnë aty brenda institucionit dhe nuk lëshojnë pe, opozita bëhet me qeverinë. E këtë hipokrizi më së shumti e pa me amnestin e premtuar. U fol që asnjë s'do prekej nga të dënuarit e spakut, ishin mbi 100 sipas spakut.